Shiko, mua më shqetëson shumë ky mentaliteti që patjetër duhet krijojnë gjërat posaçme, që neve të luftojmë korrupsionin, krimin e organizuar ose fenomenet tjera të cilat na shqetësojnë. Inteligencën artificiale tani kemi nevojë. Pra, krijimi i kësaj ideje në vetvete është shqetësues sepse edhe ne kemi rënë tani në këtë moment në kurthin e bisedës që u zhduk spaku, kush do ta luftoj korrupsionin, kush do ta luftoj krimin e organizuar. Ore, krimi organizuar, korrupsioni duhet të jenë dhe luftohen kur ke një sistem i cili vërtet është ai sistemi që themi ne, që garanton pavarësinë dhe garanton hetimin, garanton mbrojtjen e drejtë atje përpara gjykatës, barazinë e palëve në proceset gjitha. Dhe po ta kesh sistemin e shëndetshëm, nuk ke nevojë të kesh prokurori të posaçme. E të kesh gjykat posaçme. Një seksion aty e kryen punën edhe mbaroi kjo punë. Si do shkoj tani, në qoftë se Spaku është në zgjedhje, është sikur është qeveria në zgjedhje që s'merret vesh ç'a ndodh dhe nuk merret vesh apo s'ndryshon asgjë. Vazhdojnë proceset, vazhdojnë hetimet, vazhdojnë kauzat. Ta shpjegojmë pak teknikisht, pra ndryshon vetëm drejtuesi, i cili nuk është gjë tjetër vetë se një drejtues administrativ. Pavarësisht rolit që i kemi dhënë ne, kemi bërë drejtuesin e Spakut, në faktikisht drejtuesi i Spakut punon me prokurorët, me 19 prokurorët e tjerë, të cilët janë komplet pavarur. Ata mund të mblidhen në mbledhjen e tyre të 20 dhe mund të vendosin edhe të ndryshojnë rregulloret e çan nxjerr drejtuesi i Spakut, pra se ne roli i Dumanit për shembull aktualisht ka qenë i tillë që i ka stimuluar kolegët në kuptimin futi një frym tjetër, pasi kaloi 3 vjeçari i parë ku zoti Kraja kishte meritën që e ngriti. Ishte pak më i përmbajtur. Jo, e ngriti strukturën se filloi nga zero, sa u konsolidua. Ky e gjeti hetimet që kishin nisur në kohën e zotit Kraja, të cilët erdhën dhe u shpërthyen, të themi, u maturuan dhe merita e zotit Dumani është që u qëndroi afër prokurorëve, duke i stimuluar, duke i përkrahur, duke i nxitur. Po kishte edhe çik më shumë lek në mbështetje ai, më duket. Në çfarë kuptimi? Në buxhetin? Kishte fonde, buxhete. Fondet kanë qenë, gjithmonë kanë qenë fondet. Do jenë gjithmonë. Paktën janë qoftë për mbrojtjen e tyre, qoftë për pagat, për shoqërimet e është struktura më e superpaguar, të themi, nga drejtësia. Po, e dim atë. Kështu që besoj që deri tani e kanë justifikuar atë me punën që kanë, po ne si shqiptar gjithmonë duam më të mirën. Atëherë i bie që ky mandat i tretë, nëse i quajmë të tillë të Spakut, në këtë mandat të tretë çfarë pritet dhe që është normale, është logjike, pasi i pari e ngre, i dyti ju jep hov prokurorëve, krijon një frym tjetër. I treti mund të ruaj dhe mund ngrej cilësinë e hetimit, shpejtësinë me të cilët hetohet, saktësinë e hetimit, çfarë metodash përdoren hetimi. Çfarë shikon ti? Si do shtoj saktin kur saktin e ka ai secili më vete. Jo. Çfarë shikon ti Margarita? Çfarë do të thotë tani në këtë mandat tret? Unë ndryshe nga të gjithë kolegët e mi mendoj që ka ardhur koha që drejtuesi i Spakut të jetë një femër. Jo se jam unë një femër, dhe mendoj që mund tjetë edhe një femër. Sepse kemi një kandidate femër. Do me thënë dohet Spaku mundje femër. Përveç pozicionit drejtues, si e shikoni ju në këtë mandat të tre? Do t'jenë kaq të shpeta kauzat, gjërat që do të zbulohen, madje edhe... Kanë edhe më eksperiencë prokurorët tani. Janë në vitin e 7. Dhe që ka hetime që ka nisur edhe nga 4 vjet, 3 vjet, 2 vjet që janë në proces, kështu që ato nuk mbyllen dot. Pra dhe nëse do ta mbylli prokuroria, nuk e lë gjykata, kështu që kanë krijuar një lloj sigurie, pavarësie. Ky mandat do i mbyll të gjitha dosjet apo do hap edhe dosje tjera? Jo, po do hapet të reja patjetër. Nuk është vetëm për kallëzimet që kanë qenë të akumuluara në prokurorinë Spak. Është për vazhdimsinë, pra që do të thotë do hetoj çdo lloj problematike që do t'i shkoj në prokurorit posaçme. Por them që duke parë frymën që ka ecur këto 6 vjet, si thanë kolegët, besoj do vazhdoj edhe për 3 vite të mbajnë një ritëm të lartë, qoftë për krimin e organizuar që është problematik, mendoj, dhe ka pasur... Jo, te krimi unë po them që ka një lëvizje. Po, tjetër. Te krimi ka një lëvizje. Por çka ka ndodhur në Shqipëri në histori? Ai që me dy rreshta. Sa herë që prokuroria ishte afruar kokës politikës, gjithmonë janë shkarkuar. Kështu ka ndodhur në historinë flas për prokurorinë. Dhe unë dyshoj se tani do shkojmë drejt një zhdukje të Spakut. Dyshoj unë. Kreshniku tha, nuk ta është do të frikë. Hetimet nuk kryen me emra, tash
në hetim, në qoftë se vepra është kryer dhe veprimet procedurale për të zbuluar, ajo aty mbetet. Si tiki një prokuror, si të vi një prokuror tjetër, ajo është e dokumentuar. E kontrollon prokurorin. Po që do bëj, do grisi letrat, se nuk funksionon kështu. Bëjt gjitha në Shqipëri ndodh. Po jo se një dokument të ruhet në 4 kopje, në 5 kopje, se nuk është aq kollaj. Jo, bare që akuzet të ngresa thellë Jo, po flasim për pjesën. Për të çuar një politikan para drejtësisë. Po do vi një drejtues tjetër, çfarë do bëj? Do shkoj me parashkrim. Ose do ta shkri siç thot Erioni, kështu që jemi para një gjëje që është krejtësisht. Unë mendoj, në qoftë se fakti penal ekziston dhe është provuar autorsia, në mos një prokuror do ta zbardhi një prokuror tjetër, ato aty mbesin. Prandaj duhet ngrihet dhe prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm në nivel maksimal për të pasur një garanci në rast se çfarë ndodhi nesër në SPAK. Se ne po themi këto prokuroritë e zakonshme nuk punojnë, dhe ato punojnë, ato biles janë super të ngarkuara, janë me në 600 dosje, 300, 500 sipas rretheve. Pavarësisht se ata nuk ndihen dhe ju media gjithë jeni ke dera SPAK-ut, po dhe ata çka do të bëjnë ato punën e tyre. Dhe ata hetojnë vrasje. Shumë dosje kalojnë nga prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, kalojnë. Kanë mungesë mjetesh, por nuk e kanë sa SPAK-u, po. Për shembull, në qoftë se më lejon të ta sqaroj këtë, në situatën këtë ta them me djeni të plot, që gjithë situatën në Shkodër të kriminalitetit e ka zbulu prokuroria e rrethit. Edhe pavarësisht pastaj se ajo ja ka deleguar për 1001 arsye për shkak të subjekteve, numrit e gjitha me radhë, mënyrës se si ata ishin të organizuar, po provueshmëria ka ardhur fal punës ose Elbasanit. Kështu që janë prokuror me shumë eksperiencë, pastaj ka qytete që nëse ti punon në ato qytete fiton eksperiencë të jashtëzakonshme. Vlorë, Elbasan, Shkodër, Fier janë qytete që kanë nga 30 vite kriminalitet, kështu që janë prokuror shumë cilësor në kuptimin profesional. Jemi në penalti tani. Hajde Marga, gjue. ta bëj autogol. Po e si duash. Shiko, unë në lidhje me çështjen që po diskutoj. Sot lëvizi fort SPAK-u. Sot lëvizi fort SPAK-u, por shumë sot duhet ishim pak të kujdesshëm kur po thoshim SPAK-u do ekzistoj apo s'do ekzistoj. Me këtë sot do të ekzistojë edhe 3 vjet tjera. Pa diskutim, edhe unë mendoj që do të ekzistojë dhe do të drejtohet nga një femër. Mos u çudisni. Do drejtohet nga një femër, okej. Dhe cilësia e timeve të profeci, se në profecit i kemi. Cilësia, më thatë që të bëj një profeci, penalti ishte. Penalti. Edhe unë tani po them që do drejtohet nga një femër dhe do ta shikoni që këtë 3 vjeçar, femra do ta ngrej, gruaja është forcë e madhe. Do ta ngrej SPAK-un në nivel shumë. Europa ende ka interes, Europa mendojmë për shkak të integrimit. Patjetër. Edhe Amerika ka interes. Edhe Amerika nuk do ta them sepse po që dorë Amerika pasaj... Jo, Amerika ka interes sepse është bebja e vetë. Amerika ka thënë tani zgjidhini vetë problemet tuaja. Dakor. Penalti? Penaltia është e tillë që kushdo që të zgjidhet nga këta të 4, SPAK-u do ta çojë përpara. 3 vjet nuk bëhet fjalë që do ekzistojë, po flasim edhe për të ardhmen disa vite, kam idenë që deri në unë e quaj, ata e kanë, nuk e kanë, mandate e kanë vetëm këta 9, po do zgjidhen tjerë mbas tyre. Pra çdo njeri që zgjidhet e ka mandat. Jo, unë kam amanet nga zysha fizikës, më ka thënë top të lë, nuk shoh futboll. Ma ka lënë me amanet ajo që nuk refuzoj të shoh futboll edhe të luaj futboll, kështu që mund të flasi për penalltin e kisha fjalën. Po, e kuptova. Më penalti dhe më gol më të madh se sot nuk ka bërë SPAK-u ndonjëherë, është niveli më i lartë i goditjes. Tani presim çështja është a do ketë 3 vite tjera më lart se kaq. Kjo do jetë pyetja besoj. Po nëse drejtohet nga një femër si tha Marga, pse jo? Unë e Marga kemi besim. Po nuk ka ndonjë diferencë të madhe se drejtohet nga një femër, është punë administrative, jo nuk ka asnjë. Jo, është çështje fryme, duhet ta pranojmë. Unë mendoj që drejtuesi prokurorisë, jo vetëm prokurorisë speciale, posaçme, po edhe prokurorive tjera, duhet të jenë prokurorë që janë strategë hetimi. Ka prokurorë që kanë kaluar në çfarëdo lloj instancë hetimi. Kemi të tillë, kemi? Sa dusha Adnan Xholi është një që po më vjen tash. Po, e kuptoj.
po thuaj se ka kryer qa do lloj veprimi procedurial, se jo në karrierë nuk të bie ti kryesh gjithë veprimet proceduriale. E ka nisur si oficer i policisë gjyqësore, ka kryer funksione drejtuese, i njeh hetimin në mënyra të ndryshme nga që njohin prokuror të tjerë, kështu që... E qartë. Erion? Unë e kam qef spakun, e kemi pasur qef gjithmonë, nuk është se kemi në një inat me spakun. Unë gjithë me raku im është kështu, që shumë nga njerëzit që hynë në spak të mos dalin. Do me thënë, kjo është ideja, do me thënë, në kuptimin, këtë pret publiku, jo se unë nuk gëzoj kur arestohen, kur burgosen, nuk është në natyrën time kjo gjëja. Por kam shumë qef kur ligji vjet në vënd, kur gjërat ndryshojnë, kur shoqëria merr një formë tjetër, dhe spaku s'ka vetëm rolin atje ka arestoj, kësë arestoj, për ka rol që të drejtoj shtyllën e shtërmbëruar kurizore të kombit. Sepse korupcioni ka shtërmbëruar gjithë kurizin e... Po jo, nuk është organ edukativa i Jo, për mua, ky është roli me i lartë. Edukatën... Mos është gjykata pastaj, sepse shiko spaku e top. Po quaj të gjithë sistemin e ri të drejtësisë, se spaku, gjykata, janë disa... Gjykata është më rëndësishme. Je gabim falesh. Pra s'mundet spaku vetëm një organ me 20 prokuror të ndryshoj gjithë sistemin shqiptar. Duhet gjithë të funksionojnë. Duhet fjellë për mentalitetin, jo duhet të ndryshojnë me mentalitetin, duhet punoj ekzekutivi. A i të qonë frymën, a i thotë këshu, që do vish nga do vish vërdal, tu do vish të lala. Pra, do me thonë, ti mund të bësh atë gjën, po në fund fare do vish atë gjën. Mesazh. Qofse ne kemi korupcionin gjak, jo një spak, po 20 spaket bëjmë ne, po ne duhet ndryshojmë një mentalitetin si shoqëri. Mentalitetin kjo e ndryshon, dëshkimtaria. Pra, në qofë se ndëshkimtaria bëhet norm... Duhet të vetingojmë politikën, gjithë sistemin, mjekësin, arsimin. Ka shumë probleme në Shqipëria, nuk është spaku do i zgjidhi me shkop magjik gjitha. Po, qa, një nga një. Falenderojmë shumë të ftuarit tanë, do të shkojmë njerë në publicitet dhe takojmë ju pres në